Përshëndetje fëmijë, kudo që na ndiqni. Mirë se erdhët në programin Gjua e Nënës. Sot jemi me fat dhe të lumtur, gjithashtu dhe krenar, që kemi mes nesh zonjën Edlira Çini. Jemi të lumtur që ajo pranoi ftesën tonë të lexoj për ju sot përralla apo të tregoj poezi. Edlira, shumë faleminderit që erdhe. Do them edhe dy fjalë pse jam krenare unë që ti je sot në programin ton, sepse jo vetëm që ke pas një karrierë tashmë të kompletuar bankare, ti je edhe një sipërmarrëse e suksesshme, je një bashkëshorte dhe nuse e mrekullueshme, ashtu dhe nënë e mrekullueshme. Por mbi të gjitha, ti je humane. Dhe për ne shqiptarët si komb, humanizmi është një nga vlerat dhe vetit kryesore dhe më të vlefshme. Prandaj dhe jam shumë krenare për ty, po dhe jam shumë krenare që pranove që të lexosh për fëmijët tonë sot të programit. Po i disa pyetje sigurisht, sepse dua që edhe fëmijët të njohin ty, sidomos në lidhje me librin dhe me gjuhën. Tash unë e di që ti je adhuruese e librit, por e mban mend se cili ka qenë libri i parë që të është lexuar ty? Të të falenderoj pikë së pari për hapjen kaq sublime që më bëre. E meriton. E vlerësoj shumë edhe kënaqësi është për mua që jam këtu. Pjesë e këtij emisioni kaq të bukur që uroj të vazhdohet. Libri i parë që më është lexuar nuk e mbaj mend, po mbaj mend vjershën e parë që më është lexuar. Dhe vjershën e parë që më është lexuar dhe mësuar, unë do ta recitoj. Qa fati, fëmijë shikoni? Edhe ajo është Keci Dembel. E di është një nga poezitë më të preferuara dhe të mijat. Ala bashkëshorti im dhe unë e përdorim në përshpi. Bashkëshorti jote e përdor sepse e recitonte. Tezi aktiv mamaja ime. Zoti i madh. Po libri i parë që të është lexuar ty e mban mend? Jo, librin e parë që më është lexuar të gënjej nuk e mbaj mend, po mbaj mend librin e parë që kam bler unë. Pra, kush ka qenë? Librin e parë që kam bler unë vetë, kam pasur shumë libra, i doja, mami i adhuronte libra gjithashtu. Po librin e parë që kam bler vetë ka qenë Lufta e mikrobeve, e Flamur Topit. Dhe unë që atëhere, me leximin e atij libri, unë isha shumë e kujdesshme për larjen e dhëmbëve, se libri kishte të bënte me mikrobe që mblidheshin në dhëmbë, po mos laheshin dhëmbët. Shikoni fëmijë, dhëmbët duhet lahen. Edhe dentistja jote do jetë shumë krenare. Dentistja ime tani mori reklam. Tashi, unë i njoh fëmijët e tu sigurisht sepse jemi kushurin, por unë jam krenare për një gjë, që fëmijët e tu janë shumë atdetar, janë shumë të dashur, shumë të lidhur me familjen dhe e flasin bukur shqipen. Cili mendon ti se ka qenë ndikimi, që ka qenë influenca më e madhe që u bën fëmijët atij? Fëmijët e flasin mirë shqipen, mund ta flasin dhe më mirë akoma, nëpërmjet librave, emisioneve televizive që tani janë shumë të përhapura, qoftë me Alp TV, qoftë pasqyra shqiptare, qoftë programe televizive direkt nga Shqipëria nëpërmjet satelitit, kemi mundësi, qoftë edhe me programin Gjua e Nënës, mundësit janë edhe më të mëdha, por ndikimi kryesor kanë qenë unë dhe bashkëshorti im, ka qenë mamaja ime vitet e para dhe më pas vjerri me vjerrën time që kanë qenë një ndikim dhe vazhdojnë të jenë ndikim në formimin e tyre, si nga ana e gjuhës, por qoftë edhe nga ana e kulturës, e traditës, e ushqimeve që siç që dini njëri prej fëmijëve gatuan ushqime shqiptare të mrekullueshme. Po, e the me gjithë shpirt, po sepse unë e di sepse jetoj dhe vërtet kanë pas një influencë të përsosur rreth tyre. Po, jam shumë e fat për këtë, po jo vetëm për familjarët që sapo përmenda, po fëmijët e mi janë arritur dhe nga 3 gjyshe të tjera, të cilat kanë qenë mësuese dhe edukatore dhe njerëz të mrekullueshëm. Ato kanë qenë
Vitori Poshnjari, e cila ndroi 10 vjet fatkeqësisht, Luiza Joxhe, një gjyshe e dytë e mrekullueshme, dhe Ana Treska. Ato të treja së bashku me familjen kanë hedhur gurët e para të themelit të ndërtimit të tyre si njerëz. Vërtet kanë qenë të mrekullueshme dhe besoj fëmijë e mbani mend gjyshen Ana Treska sepse ajo lexoi për ne dhe për ju gjithashtu. Nga pjesë e grupit. Pjesë e grupit. Po mirë Lira, çka ke përgatitur për fëmijët sot? Se jam e sigurt që mezi po presin. Unë siç të thash, do lexoj fillimisht vjershën Keci Dembel dhe më pas do lexoj tregimin Mimoza Llastica. Po më thuj që pse e zgjodha Mimoza Llasticën? Ta ndaj për ju pse kam zgjedhur Mimoza Llasticën. Unë e vogël nuk kam qenë llastic. Edhe pse jam rritur si llastic. Nuk ka qenë llastic. Kam qenë shumë e dashur, shumë e mirë, shumë e urtë, çuditërisht, që shumë për jush nuk do ta besoni, por kam qenë shumë e urtë. Por paraqitjen e kisha si llastic. Mama mi mbante flokët gëshet me 2 fjongo anash, isha pak bullafiqe, edhe më vishte shumë bukur, edhe kisha shumë lodra. Dhe gjithë familja e kishte sy tek mua, sepse isha fëmia i vogël, kur kam shkuar në atë shtëpi, në një shtëpi ku të gjithë ishin të rritur. Më e vogla ishte 16 vjeç ose 12 vjeç, nuk e mbaj më mirë tani. Edhe kështu që u rrita si llastic, edhe nga mënyra se si flisja më vu nofkën të gjithë shoqëria Mimoza Llastica, një nofkë që më zgjati deri në klasë të 5. Pastaj me mënyra të ndryshme arrita po duket se pashortin tim duket sikur e kam dëgjuar një herë që e ka përdorur me humor diku, po se bashkëshorti jot më thoshte pupe. Pupe, në rregull. Pupe. Dhe vazhdo me më thot pupe. Kështu që këto janë të 2 pjesët që unë do lexoj sot. Faleminderit dhe sidomos për speciale që ti ke zgjedhur 2 gjëra që janë kaq kuptim plote dhe kaq të dashura. Janë të dashura për mua, e vërtet. Po kanë edhe mësim, të dyja kanë nxjerrin mësime të bukura si përfundim. Po mirë, po nuk mund të na thush dhe mësimin pastaj masi ti thosh atë. Amin, në rregull. Dakor, fillo. Faleminderit. Keci që zbëri detyrat. Doli dielli, hyri hana. Ço kecushi, thot nana. Ço gjymash, i thot babi. Por Keci stundet nga krevati. Ora për në shkollë afrohet, Keci nis dhe ankohet. O lele, më dhëm veshi, më dhëm bishti, më dhëm gishti. Nëna dhjesh jetësuar, mjekën shyt ka njoftuar. Vjen mjekja dirse tëra, me ilaçe me gjilpëra. Por pas vizitës mjekja tha, Kec larushi dhimbje s'ka, një sëmundje tjetër del, me sa duket është dembel. Unë nxet s'japi mjekër holl, shpejt dembel, nisu në shkollë. Keci nisi prap ankimet. Si të shkoj, s'kam bërë mësimet. Ju se dini se ç'pësoj, që mësimet si mësoj. Unë e di, në dëshironi, mbani vesh të më dëgjoni. Dje, pasi hëngri drekën, edhe ëmbëlsirën, na u mbyll në dhomë për të bërë detyrën. Penën shpejt e kapi, fletoren e hapi abetaren, çeli dhe dritaren. Dorën mbi fletore, syt në dritare. Po, çka kështu ke Keci? Si mësohet fare? Ndoshta si mësohet se erdhi pranvera, pa i ikën mendja në kodra në ferra. Nga që nuk i rriej, detyrën sa nisi, i bëri 2 njolla, 2 faqe i grisi. Ja, për te dritares, aty mbi një tel, na pas ka qëndruar një zog harabel. Sa e pa, kecushit i qeshi fytyra. Do vë harabelin të mi bëjt detyrat. Hyrë brënda, pse rri jashtë, kam dëshirë të lozim bashk. Ci, ti e di, s'mund të lozim ne tani, ule kokën,
lexo, shkruaj, bëj detyrat, pastaj luajmë. Harabel, ci, a mi bën detyrat ti? Harabeli u zemrua. S'të vjen turp, kështu ç'më thua. Rahu krahët u largua. Nën dritare shkon një viç. Viç o viç, mu, e ja lozim pak këtu. Keci vogël, ti e di, s'mund të lozim ne tani. Ule kokën, lexo, shkruaj, bëj detyrat, pastaj luajmë. O viç shok, të kam shok, a mi bën detyrat sot? Edhe viçi u zemrua. S'të vjen turp, kështu ç'më thua. Nxitoi këmbët, u largua. Në obor mbi një shul, qenë ka ulur gjyshja pul. I thot Keci pulës gjyshe, fute këmbën pak në shishe. Ka, qenë këto, shumë poshtë veten e ule, pranon shkrim me këmbë pule. Nëse shkruan dot me këmbë, zgjate sqepin, shkruaj një pënd. Shkruaj një pënd nga më të mirat dhe mi bëj mua detyrat. Gjyshe pula u zemrua. S'të vjen turp, kështu ç'më thua. Kot po lutesh o kecush, detyrat s'ti bën askush. Erdhi mbrëmja pa kuptuar, Keci ngeli pa mësuar. Pasi priti shumë. Hëngri darkën, ranë gjumë. Tak, dera troket. Mendon Keci, kush do jetë? Jam postieri, hape shpejt. Sjell një zarf me 3 vula, Harabeli, Viçi, Pula. Keci zarfin shpejt e mori. Mua letrën nuk ma nxori. Unë prita, u vonova, po do të letrën se lexova. Ende nuk e kam mësuar. Kush e di vallë çdo t'i ken shkruar. Atëherë, tani do të lexojmë tregimin Mimoza Llastica. Çfarë llastice ishte ajo Mimoza? Ju nuk e keni njohur atë, por po ta njihni do ta merrni ti natë. Sa herë që zbriste shkallët e pallatit dhe na gjente duke luajtur, kërkonte të hynte patjetër në lojë. Mimoza, ik mos na e prish lojën, i bërtiste Sava. Po ku pyeste Moza? Ne luanim me litar, ajo hidhej parrall. Ne luanim luftash, ajo na merrte topin. Ne luanim ku kam sheftas, ajo i tregonte të tërve ku ishim shehur. Kishim rënë në hall të madh. Rrimoj Moza sa të mbaroj loja dhe pastaj luaj dhe ti. Moza zbarte dhëmbët dhe ikte me vrap. Shikoj, thoshte Sava, që zemëroi kollaj. Po të zura e zeza ti. Po si, ja kthente Moza duke qëndruar larg. Provoje një herë. Sava kafshonte buzën e poshtme dhe turrej ta kapte. Moza ikte me vrap. Ngjiste shkallët e jashtme të pallatit dhe thërriste si me të qarë. Mami, o lele, o mami! Dhe sa po Sava bëje gati t'i hiqte ndonjë të mirë, ose ta tërhiqte për flokësh, dilte në dritare koka e mamit të Mozës. Ua, ç'bën kështu moj Sava? Me Mozën merresh ti? Po ajo është e vogël. Po më shpesh në dritare dilte gjyshja, që i mbante flokët lidhur më nga mbrapa. Ti këputa veshe, dëgjove Sava, s'ke turp, ik tutje. Sava ishte aq e nxehur sa lotët e pengonin të fliste. Atëherë flisnim ne. Nuk e ka fajin Sava, mami Mozës. Moza na e prishi lojën. Ase nuk u bë qavmeti, e vogël është Moza, u akthente gjyshja, dhe merrte Mozën për dorë dhe e fuste brenda. Ajo nuk rrinte fare të na dëgjonte që t'i tregonin fajin e Mozës. Po Moza nuk ishte e vogël. Ajo ishte sa ne. Madje nga shtati u akalonte disave prej nesh, por ajo ishte llastice madhe. Veç ta shikoje. Dhe vërtet ta shikoje, ishte e bukur, e pastër, si ato kukullat e mëdha që i vinin në vitrinat e dyqaneve. Rrinte e veshur shumë bukur. Gjithnjë kishte rroba të reja. E pse të mos mbaje ashtu Moza? Ajo ishte vajzë e vetme. Se ka me mua. Për Mozën kujdeseshin të gjithë njerëzit e shtëpisë. Babi, mami, gjyshja, gjyshi.
në shtëpinë e Mozës, dëgjoi vetëm emri i saj. Ju nuk i keni parë ndonjëherë lodrat e Mozës. Të gjitha lodrat e pazarit ja kishin mbledhur e ja kishin sjellë në shtëpi. Kukulla lloj-lloj, topa të vegjël e të mëdhenj, kuti të bukura të qëndisura, enguzhine. Moza ka dhe një biçiklet, por faktikisht ka dhe një makinë të bukur të kuqa. Ne të tjerat, jo se nuk kemi lodra, kemi, por nuk i kemi aq të bukura sa të Mozës. Dhe, të them të drejtën, lodrat e Mozës na prishnin gjithmonë mendjen. Sepse në të vërtet, nuk na pëlqente Moza kur ishte llastic, por lodrat desentet e saj na tërhiqnin. Gjithmonë ndodhte kështu. Mozën e merrte mami ose gjyshja dhe e fuste brenda në shtëpi. Ne ktheheshin të mërzitura dhe vazhdonim lojën. Na vinte inat që gjyshja dhe mami i Mozës nuk na jepnin kurrë të drejtë. Vetëm Sava thoshte e zemëruar: "Do ta shoh ajo, do ta shoh, llastica." Por nuk kalonte shumë dhe Moza zbriste prap në obor me ndonjë kukull të madhe në duar ose me makinën që ja mbante gjyshja. Ah, sa të bukura na dukeshin ato. Në fillim ne bënim sikur nuk e shikonim, po dal nga dal na ikte inati. Duke parë lodrat e Mozës harronim lojën. E para e linte lojën Eva. Ajo thoshte: "Nuk do loz më se u lodha tani." Dilte nga loja dhe pastaj i afroi Mozës. Moza ja jepte menjëherë kukullën ose çdo gjë tjetër që kishte në dorë dhe si për inat shikonte nga ne. Ne të tjerat tani nuk kishim më mendin tek loja, dhe një nga një largoheshim, derisa loja prishej fare. Ikte Klara, ikte Tina, ikte Edita, dhe mbeteshim vetëm unë dhe Sava. Neve të dyjave, jo se nuk na pëlqenin lodrat e Mozës. Na pëlqenin shumë, po se si na vinte ashtu, na kapte inati. Ishte Moza fajtore fundi dhe jo ne. A ishte drejt kjo që neve gjithmonë na prishte lojën dhe mami i Mozës i jepte të drejt vetëm Mozës? Nuk ishte hiç e drejt. Po hajde t'u ambushe mendjen Evës, Klarës, Editës, Tinës. Ato zemëroshin kur Moza na prishte lojën, po kur dilte në obor me lodrat e saj, e harronin shpejt zemërimin dhe ja afroheshin e loznin sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Ah, sikur ta dinit sa nxesha unë dhe Sava, sidomos Sava. Ta shikonit Savën si bëhej, donte të shkonte t'u prishte lojën, t'i shante. Biles nga njëherë i jepte në kokë t'i shkonte t'i shkulte flokët. Po unë se lija. Ajde ikimi, thoshja, punë e madhe. Ah, çfarë dinake ishte ajo Moza. I nxirte lodrat sa të na prishte lojën, e t'u amerte mendjen atyre budallaçkave. Dhe pastaj dinte vet ajo, sepse gjithmonë ndodhte kështu. U alinte pak lodra në dorë dhe u amerte. U thoshte: "Mjaft tani se po më flet mami." I mbante sa i mbante, pastaj i dëbonte. Po i dëbonte. U thoshte: "Ikni tani se nuk loz më, ikni se do loz vet, ikni se u mërzita." Kështu na kishte dëbuar një herë dhe mua me Savën. Dhe ne që atë ditë nuk shkelnim më në shtëpinë e saj. Pse qishim ne, shërbëtorët e Mozës? Po hajde t'ju ambushje mendjen të gjitha shoqeve të pallatit që i venin Mozës nga mbrapa. Ato kujtonin se ne kishim inat kot Mozën, sikur i kishim zili lodrat. Po neve nuk na bëhe vonë për lodrat. Kaloi kështu një javë, një muaj, 2, kur një ditë Klara u zemërua aq shumë sa nuk donte t'i fliste më dhe nuk e shikonte dot Mozën. I kishte mbajtur bukën e lyer me gjalp, kurse Moza kishte bredhur me biçikletën e saj përreth pallatit. Dhe kur u kthye i kishte thënë: "Pse ma ke lëpir gjalpin?" Një ditë tjetër iku dhe Tina nga Moza. Ikën me radhë dhe të tjerat. E fundit iku Eva. Të gjitha nuk i flisnin më Mozës. Ajo ishte një llasticë që nuk i gjindej shoqja. Kështu, Moza mbeti vetëm pa shoqja. Ta shikoje kur zbriste shkallët e dilte në obor, ngarkoje me të gjitha lodrat, merrte biçikletën dhe makinën e vogël, por asnjë nuk i afroi më. Ne as e shihnim, as i flisnim, por vazhdonim lojën. Asaj vinte plasje. Në fillim priste t'i shkonte ndonjëra nga ne. Po kur pa që asnjëra si vajti, zuri të na thriste me emër: "Eva, do lozësh? Na, merre të lodrën." Zbriste nga biçikleta dhe priste t'i shkonte Eva, por ajo nuk luante nga vendi. Madje, edhe kur i prishte mendja,
Sava e shikonte me inat dhe Eva nuk guxonte. Erdhi një ditë që me Mozën s'polose më njëri përveç se Blertës që ju se njini. Është një vajzë e vogël që s'ka mësuar akoma të flasë. Moza u mërzit shumë dhe si duket u tha mamit dhe babit. Zbriti mami i saj dhe na tha: "Vajza, pse nuk lozni me Mozën?" Ne nuk folëm njëherë, por Sava, që është bris nga goja, i tha: "Moza është lastic, prandaj nuk lozim me të." "I marrësh të keqen Mozës," u dëgjua zëri gjyshes nga dritarja. "Llastici e vet." Mami i Mozës u zemërua, por këtë herë jo me ne, me gjyshen. Ajo nuk foli më, mori Mozën dhe iku. Nga kjo ne kuptuam se edhe mami i saj nuk e donte që Moza të ishte llastic. Tani Moza rri fare vetëm, nuk i zbret më lodrat. Na shikon ne që lozim dhe as na flet dhe as na nget. Herën e fundit ndodhi kështu. Ne po loznim përpara pallatit që me litar, kur pa pritmas u fut në mes Moza dhe desh të hidhej. Sava që rrotullonte një anë të litarit, sa po e pa ndaloi lojën. Anën tjetër po e mbante Eva. "Tunde Eva," i tha me gjysmë zëri Moza. Por edhe Eva e lëshoi litarin. "Ti je llastic," tha njëra nga ne. Pa dashur ne u grumbulluam të gjitha. Moza mbante kokën ngritur, por syt i kishte ulur poshtë. "Ti Moza do të mbetesh vetëm po vazhdove kështu," i tha Sava. Ajo uli me njëherë kokën. "Nuk është as pak mirë të sillesh gjithmonë si llastic." Moza mbuloi me duar fytyrën dhe me njëherë ja plasi të qarit. Ne nuk folëm fare, as unë, as Sava, as një. Ajo qante pa zë, por gjithë trupi i dridhej. Ne kishim bërë një rreth për qarë kësaj. Na vinte keq, por donim që ajo të kuptonte gabimin. "Hajde vajza, vazhdojmë lojën," tha Sava dhe kapi litarin. Ne u shpërndam dhe kur filluam të lëviznim litarin, ajo iku me vrapër në shtëpi. Qysha atë ditë, Moza ndryshoi. E kuptoi se ishte bërë llastic dhe llasticat nuk kanë shoqe. Ajo vërtet kishte shumë lodra, kishte mamin, babin, gjyshen dhe gjyshin, por ato nuk janë shoqe. Një ditë, ajo po zbriste shkallët e pallatit. Dal nga dal, u afrua aty ku po loznim ne. Dhe ndryshe nga çdo herë tjetër, nuk na ndërpreu, por na pyeti me mirësjellje. "A të lozde unë?" "Patjetër," i tha Sava plot dashuri. Ajo e gëzuar u fut në lojë dhe prej asaj kohe, Moza u bë shoqja jon më e mirë. Sigurisht, edhe ne nuk e thrisnim më llastic. Bravo, 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 so kënaqëm. Tash unë thash do t'i pyeset Lirës dhe pak cilat janë mësimet nga kjo porall edhe nga ajo poezi. Të si e madhe, sigurisht është kollaj me thënë cilat janë mësimet. Por kur ishe ti e vogël, çfarë mësimesh mendon se ke marrë nga kjo porall? So fillimisht, dhe pa egzageruar këtë, nga Keci Dembel, unë mësova që t'i bëja detyrat shpejt e shpejt, dhe kjo më zgjati deri sa kam mbaruar shkollën këtu në Kanada. Unë sado e lodhur që isha, sa po vija nga shkolla, unë lija çantën dhe gjëja e parë që bëja, hapja libra dhe bëja detyrat. Dhe më thoshte mami, po ha më të keqen mami një çik. Thoshte ajo, ti mbaroj detyrat pastaj do ha. Dhe kjo ishte një mësim aq i bukur që më vleu shumë. Kjo është për Kecin. Kurse Moza besoj se është shumë e dukshme se çfarë mësojmë nga kjo, paktën për neve. Po prandaj tash se në një grup me shoqëri duhet të jemi të dashur me njëri tjetrin, mos na pëlqej shumë vetja, t'i ndajmë lodrat që kemi me shokët e me shoqet dhe të jemi mbi të gjitha të sjellshëm, që të duhemi në shoqëri, të jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Shumë faleminderit, fëmijë, shpresoj se ty të ketë pëlqyer. Unë u mallëngjeva sigurisht se më solli kujtime të fëmijërisë time dhe jam e bindur që dhe ju pëlqej. Elira, shumë faleminderit. T'jam mirënjohëse se u kënaqëm edhe i bërë edhe një interpretim kaq natyrshëm sa edhe unë u kënaqem. Mu duk sikur shkova në të botën e fëmijëve. Faleminderit edhe unë, ju falenderoj shumë se edhe na sollët mbrapsht fëmijërinë.
Prandaj prindër, të lutem shikojeni me fëmijët tuaj dhe shpjegojeni mësimet, por shpresoj që t'i ndihmoj që të kuptojnë dhe të lexojnë dhe të flasin gjuhën tonë të bukur shqipe. Faleminderit dhe mirupafshim në programin e ardhshëm.